Çdo njani prej neve ja bën një pyetje vetes, kush jam unë? Një pyetje shumë e shkurtë, disa fjali të rënditura që e kanë një përgjigje shumë gjatë. Gjithsecili prej juve mund t'tregon se kush jeni ju. Unë jam filani, i biri filanit, punojnë këtë punë, veproj këtë vepër dhe kështu me radhë. Jo, kjo nuk je ti. Ti nuk je as emër, ti nuk je as puna jote, ti nuk je as e kabilës tane, po ti je një zemër, ti je një shpirt, ti je një karakter, ti je një moral, ti je një ambicie, ti je diçka që jo çdo kush mund ta bën këtë jetë. Për këtë arsye, dashur vëllezër, duke e kuptuar veten tonë se ne para njerëzve e paraqesim karakterin ton, e paraqesim moralin ton dhe veprat e tona ne të cilat i bëjmë, çdo herë duhet ta cilësojmë veten me një moral të mirë, me një karakter të mirë, me një dinjitet që do t'i gëzon tjetrin kur ta shohësh.